Danja dhe Egli ndodhen në mes të një debati të ashpër, duke shkëmbyer fjalë të forta në dhomën e ndenjes. Atmosfera është e tensionuar dhe shikimet e tyre të ngulura tregojnë qartë se asnjëra nuk ka ndërmend të tërhiqet. Danja, e acaruar, ngre tonin dhe i drejtohet Eglit me një shprehje zhgënjimi në fytyrë. Egli, unë gjithmonë kam qenë pranë teje. Të kam mbështetur, të kam ndihmuar në çdo moment kur ke pasur nevojë. Si është e mundur që tani, në vend që të jesh mirënjohëse, ti po më kthen shpinën sikur unë të isha armik. Egli, duke tundur kokën dhe duke mërmëritur diçka me vete, i përgjigjet me nervozizëm. Unë nuk po të kthej shpinën, Danja. Thjesht, e kuptova që nuk mund t'i besoj më askujt këtu. Nuk e di më kush është i sinqert dhe kush thjesht po bën lojën e tij. Danja e shikon me zhgënjim dhe psherëtin. Po si nuk mund të më besosh mua? Unë isha ajo që të mbrojta kur të gjithë ishin kundër teje. Unë isha ajo që të kam dëgjuar dhe të kam dhënë këshilla sa herë ke qenë në vështirësi. Dhe tani, vetëm sepse dikush të kam mbushur mendjen me fjalë boshe, ti më trajton sikur unë të kem bërë diçka të keqe? Egli kalon dorën në flok, duke e ndjerë tensionin e momentit. Danja, nuk është kaq e thjeshtë. Ka shumë gjëra që nuk i di. Unë thjesht kam nevojë për hapësirën time dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh në të vërtetë. Danja tund kokën me zhgënjim dhe kalon duart në mes. Në rregull, Egli. Nëse kështu mendon, atëherë nuk kam çfarë të bëj më. Por dije që kur ta kuptosh se kush janë ata që të kanë përdorur, ndoshta do të jetë shumë vonë. Ajo kthen shpinën dhe largohet me hapa të shpejt, duke e lënë Eglin të qëndrojë e ngrirë në vend, duke menduar për fjalët e saj. Ndërkohë, disa nga banorët e tjerë që kanë qenë duke dëgjuar nga larg fillojnë të komentojnë situatën, duke krijuar një atmosferë edhe më të ndezur në shtëpi.